Allahu ka sjell urdhër që mos të adhurohet askush pas Allahut, edhe ndaj prindërve të sillet mirë robi, dhe mos i nënçmë prindrit tu. Madje edhe nëse të urdhërojnë me dalë prej familjes dhe me la pasuri. Ne për asnjë gjëna që bën robi nuk e qesim njëri për dinit. E ku ngu një hoxh me një ders, me një emision, të thonën që nëse e idhnon prindin, do me thonë ti, ndesh fal namaz, des kryen sejdë, des në qabe, ku dush xhenet për ty nuk ka. Po du një shpjegim për hoxhës për këtë. Në rregull. Këtë përgjigjen e atë hoxhës që e ka thonë. Tamam. Në rregull, faleminderit shumë. Selam. Haku i prindrit është shumë i madh. Haku i prindrit është më njëherë mas hakut Allahut, Azza wa Jall. Allahu i madhruar kështu e ka rëndit në Kur'an. Ka thonë Allahu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allahu ka sjell urdhër që mos të adhurohet askush pas Allahut. Wa bil walidayni ihsana, edhe ndaj prindërve të sillet mirë robi. Dhe shumë ajete tjera, dhe shumë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërto, kur është pyet, ja Rasulullah, cila gjënaj më e madh, ka thonë, uququl walidain, ndërto, mos respekti prindërve. Dhe hadith madh ibn Gjebelit, radiallahu anhu, i cili thotë më ka këshillue i dashur im në 3 këshilla. La të shirkene billahi, wa in qutilta au hurrikta, mëse pas Zotit shirk. Edhe nëse digjesh, hedhesh në zjarë, ose vritesh. Shirk Zotit mëse pa. Wa la ta uqanne walidejke, wa in emarake në të khruge min ehlike wa malike. Dhe mësi në nënçmë prindrit tu. Madje, edhe nëse të urdhërojnë me dalë prej familjes, dhe me la pasuri. Wa la tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan, dhe mos e lën namazin farz me të kalu qëllimisht, pa fal. Faman taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bariyat minhu dhimmatullah. Sepse ai i cili lën një namaz me kalue jashtë kohë pa arsye, pa fal, s'ka besë për Zotit. Pra, e shëf kërëndit respektin e prindërve dhe sa gjëna është mësë respekti tyne. Tanja, ata që ka dhënë hoxha në kuptim të përgjithshëm, hoxha ka thonë qashtu, ka thonë që ka është, me mësë respektin e prindërve. Ke bën një mkat për mkate më të mëdha. Apo? Një. Hap. Hap i parë, vlera e prindërt. Hap i dytë, të shkele këtë regullë Zotit të theve, të kalove. I nënçmove, hidhrove prindrit. E që nën kuptan, bërë për mkate më të mëdha të mundshme në tokë të Zotit. Hapi tretë, bërja një mkate të madhë, a nuk meriton xhenem? Përgjigja është po. Meriton hidhrim të Zotit, mos falje, dhe futin xhenem. Meriton. Por prapa është në mëshirën e Zotit. Pra, me fjalë tjera, ai i cili nuk e respekton prindërit, thuj ndryshe, ai i cili pin alkohol, e meriton xhenemin? Me sa të dush argumente. Por, a ka mundësi me falë Zotit për hatët punëve tjera të mira tjera? Po, qyshja. Një jetën gjashtë, për çdo mëkat madh, që e bën robi, e pranon e sillëm mos respektin prindërve, e sillëm shembull alkoolin, sillëm shembull ngrënien e kamatas atje që kanë shumë musliman kuku për neve, kuku për tanë, pak për neve se ata janë tonë, të cilët hinë kamat,
atje tjertë marrën në shfert, atje tjertë rajnë, atje tjertë mashtrojnë, atje tjertë bojnë 100.000 dollavere, runa, zot, mushet menja që këta nuk e din zotin hak, që po i sheh, ta harroj që po i sheh zotin së dollavere t'i bojnë, ta bë grupe, ma shpine, që hala pa këthi kryt bëm bjenën ta, a muslimën e thët veti, krejt këta kanë bërë gjënahat më dha. Dhe në fund dalim të rregull e ehli sunnetit xhamatit. Shkat që kemëm të habiju dhe të tjertë, ne për asnjë gjëna që e bën robe nuk e qesëm njëri për dinit. Për derisa nuk e qesëm për dinit, a është në mëshirën e Zotit. Nëse des pa penduar. Ndasht, Zotit dënon për qatë haram në katë gjëna që ka bën, sa dënë me dënu e pas ta jenë zjerë. Dhe është në xhenet. Ndasht e falat, është e drejtës tina. Kështu që hoxha ka ratë trup, po me detaju del që shto.